Për rreth 90 minuta opozita protestoi përpara parlamentit duke e kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike që të çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme. Protesta ishte e qetë edhe pse nuk munguan momentet e tensionit mes mbështetësve të opozitës dhe forcave të policisë. Pasi mazhoranca rrëzoi kërkesën e SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, së bashku me deputetët e opozitës, ju bashkuan protestës. Sot ai nuk votoi për Lumi Ballukun, votoi për veten e tij, votoi për të mbrojtur vjedhjet që ka bërë, krimet e shëmtuara që ka kryer. Berisha u bëri apel qytetarëve t'i bashkohen protestave të opozitës deri në largimin e kryeministrit Edi Rama. Edi Rama mendon se mbylli dosjen e tij duke votuar kundër heqjes së imunitetit. Por dosja e tij nuk mbyllet kurrë dhe do ta ketë sigur varri. Edhe pas vdekjes të varrit e tij do t'i vendosen hajdut, do shkruaj një krye hajdut. Ndaj dhe le të vazhdojmë ne kryerritjen tonë paqësore, kjo është pranvera jonë. Kryetari i Partisë Demokratike lajmëroi se protesta e radhës do të jetë në 22 mars, një ditë e rëndësishme për Partinë Demokratike, pasi në 22 marsin e vitit 1992 e djathta fitoi zgjedhjet për herë të parë pas rrëzimit të diktaturës komuniste.